shikon për qafë dita për vetës. Mami pa në vjen keq, po ju më babi s'keni. Mas minutit të o ndalje si mi ta geren. Ku mami shala jo babi. 2 ofshi është i madhë, që na nuk shkoj me vizite e kaj. Bili ku shkoj, bili më thonë, vazdim, ka drejtësi edhe për ty. A i sot po jeton me familje, na po jetim me dhimbje dhe veç me shatë foto që atë. Më 4 shkurt të vitit 2023, tragjikisht kishte ndëruar jetë vllaznim Plunci nga Peja, i cili ka qenë punëtor i Kecit. Fillimisht u tha se vdekja e tij erdhi si pasojë arrestit kardiak, mirë po obduksioni e tha ndryshe. Vdekja e tij erdhi si pasojë veprimit të energjisë elektrike në organizëm. Për këtë rast, prokuroria themelori në Pejë ka ngritur akt akuz ndaj 3 personave. E sot reporteri ka ardhur këtu në Pejë për të takuar bashkëshorten e tashmë të ndjerit zonjën Sadie, e cila tash gati 3 vite, po kërkon drejtësi për burrin e saj. Ndiqni historien. Në 4 shkurt bën 3 vite që vllaznimi ka ndru jetë, faktikisht tragjikisht ka ndru jetë. Në Lëvush të Pejës, kërën shku që ka pas prishje, vllaznimi ka punu kujdestari, trindrimet, atë në të ordë. 2-3 orë ma vonë, atë ka thonë Lëvush onë tërë që 2 net, në e qitë metë. Faktikisht do herë këm ditë ku punonë. Se qashtu na konë, unë jam këtu, ti e këtu, ai se cili kem pas që me ditë për njëni tjetërin, sidomos ai që ka punu, orën promje, si zakonisht. Kafe, buk, jo, duve dhe i kafe, o mor pak me fmi, si zakonisht i ka thirë me loqet e babit, pak e hiqen e men. Ai rutina e darës, pak mi ndokohen me ne, edhe nesër më nxesë. është që faktikisht nga treti në konën që. A di si se cilja në vise, pak me punë shpis, ju me morë me gatime për fëmijë, unë krynë të gjona, ka 13:30 të ku morë telefonin, veç thjesht në këqyrë. A tha e lexoj një portal, tash nuk e di, sa ty kanë shku se cilja për vete, i dinë se kom cilat kanë qenë, me të rrëma punëtorin e Kesit në Pejë. Faktikisht ka cekë edhe të një vendin. Ti që shto e ke marrë vesh, e ke lezu në lojme që... Po, unë e kom morë telefonin ka një 13:30. Masi atia ju rutinë e shpise punë vesh që u kry, të ne kom lezu për dytën njejt, po e cekë vendin Lëvush. Edhe unë e kom di si vllaznimi punon aty, atit. Edhe vajza ka lëzu edhe ku mami shala jo papi. Si se cili për të vetin s'kom qef kur ku në mi ndodh, dhe nga thirë shumë herë vllaznimin, telefoni nuk hapejt, të kom tentu sa herë në fund dhe kom po qoq-kyq. Atëherë veç ka nisë më ka panik, se diçka ka ndodh, s'kisha ku më drejtu. Ndërko prej Kecit juve s'ju ka lajmu kërkush? Jo, deri në 3. Ndoshta ka po kohën edhe mas 3 orë mas dite, tash saksisht gjysoshin ato s'monin boj men saksisht dhe shpu mas 3 po. E kom thirë vlonë tem edhe e kom lyp numrin e kushërive mi, se i kolegi vllaznimit ka kushërinën time për gru. Okej, tha sa di e këqyri mas 10 minutash, kërëm ka thirë, jo, tha nuk e ka numrin. Tash nuk është mund durës që se kanë numrin e dhondrit tyne, e po edhe aj që po thonë ku janë fëmit, motër ku janë fëmit. Thash këtu me mu. Tha po m'vje keq. Tha vllazimi o, tha po mundohu. Ti qysh fëmit. Me pak ma me qita me, po na kur s'kem ditë me isë, na kur si kem gënjut fëmit për çfarë do, kem mundu më konë në atë botën marale. Tash ma thonë, jo lëndu, jo se lëndua, jo delën shesh. S'kom di që shmi bledh vetën, a e ma shumë ti fëmit. Për që konë në ajë minuti, si qembe bota për asyve, konë ajo heshtja, e dekun e momenti, si vështina që edhe vajsa ka nisë me përtit, mam që ka o po.
Se tash kur se kem kënjë dhe fjallën që unë kur, ndështë edhe kur vdes, ku më mujtë kur me përpi, ndështë e fjallën me rëndë, me vrojtë të ku. Të shikon për qafë dy të afër vetës. Mami për në më vjen keqë, po ju më babi s'keni. Nuk kom ditë momentin qysh. Nuk isha ju zbutja si të ose dhe ata jonë, ajo të të shenë se atina, i kupton të gjona nuk ojnë, nuk janë. Normal, ju mundu pak për me afrua për vetës, po si citi. Të një nërë këta të kicit. Mas trave pësa jo kona. Jo kona striti. 2 veqerë. Ajo mu ka prezentu si sa i denë së kom pasa, së kom gjoftë. Dhe qaj mjeku i urgjensës. Ta po supozajmë. Që është i prakt. Po dojnë tjetër se obduksioni i mjekësisë ligjore që u bo, në konstatu si vllazënimi o mytë prishme. Ati që në lëvu që shku, normal edhe kolegë tjerë që ka pas, edhe hakim se i ka i që konë me to që së konë ororë fora atit, po tash e thirin për forcima, shka do që e thirin, që shmundet më koni për forcim dhe në 12 nëse edhe nisër më 7. Halo prisha so kry edhe so konsultu më vllazënimin as më kërkon, dispečerit të të shorëmen. Mas minutit të të ondalje si mi ta geren. Gera i ka ponë? Shështë një janë. Sa e di, se unë s'marrë nga veshten këto qirëshjes që thujnë se bile 50 metra do të më konë e ljargë shtyllë që kontaktojnë ata me një tjetrin ku je, a je ljargu, kuj se ka pas njënën. Kusht të ka thonë ty qëto që ka thonë o e myta geren? Kolegët e i. Shumë kush, po është jonë sende që folën, po unë tash, a ke pa i lëndumi, që do që i thuhet e merë, po shkam, po besoj se kam më dollë të tonë në shesh, që kam bret bakua shumë, që se di që kur dollë ambulanta, e ndollë policia, po të njetit kolegë, veç që më përfshit në ordën, me qitë kartelat, me shku shpjave. Po kolegë ty në është. Ju më konë gjithë. Për ngushëllime më mundim edhe më falendëru, që sa do është shaj respektit të ndaj vllazënimit, e magim se ka jo. Unë ato së në gjavësh, se më kanë thonë këtu, as që konë në vazhim, as që konë në të pome, as... Po më bret ajo ndërgjegja. Mas të pome, ko bajagi familje gjonë që di që i ko, apo... Edhe unë në bashkërë që vllazënimi më bashkërë të vetë më pa ordë. Me shpreh ngushëllime, me akoni kërkim falje, jo që neve na ki shudhimbjen, po është ajo njerëzoja të njerëzit. Kjo është që ka shurrymen, që i ka thënë dispečerit të shurrymen, ajo konë përgjithësi ekipit. E që kjo person nuk ka orë fare për të mas, për ngushëllimas? Jo, pse tonë ata kolegë ka mujtë më konë, edhe ata tjerë që në konë aty, ka ndodhë rastje. Po pse nuk ka orë? Nuk konë shumë njerëzore edhe së konën të pomë, së konën vërrim. Sa do ku do, mas të pomë së më orët. Po bojnë 3 vite me 3 shkurt, 4 shkurt. Aju me familjet vetë. Me shfarë ndërgjegjë. Me shfarë ndërgjegjë më tonë, kom punu sa vite me qatë kolegë, po jo trokiti dhere aty në thmive të sho. Qësh janë. A i sot po jetu me familje, na po jetë me dhimbje dhe vënë që me shatë foto që aty. Me hatë foto në murë. Po më 29 kusht kanë ngrita këta kusë. Qëka do me thonë kjo për juve? Do me thonë për ne shumë se fillon diqka. Në që ata po thonë, pësojnë drejtësi. A këta akuza u ngrit ndaj kujna? Agim Zeks, Granit Nikqit, edhe Arbër Nikqit. Kolegët e vllazënimit po du më thonë sindikata, bas të bomës, përse ju në kondi ku muji. Si sindikat, kam djetë disa mjete dhe i kam pru. Ama jo konë qeshtje e kolegëve edhe sindikatës. Që unë edhe sot, ju falenderoj së unë që ta dhe tash kërkujnë e su mi hup kur gjo dhe të miren,
edhe të keqen. Dyat të që një vend, ama si u thjeshtësi e kecit, që 3 vite. Kur s'ka ndodhë, që e norë më thonë, një kolegi joni ka hup jetë, qohëm, që pëndodhë me atë familje. Vllazimi ka punu në kesë filma slutë. Dikuj ka pas 22-3 vjetë. Vllazimi është 65 që. Që do thash, po thëmë se pësoj ndrejtësi, po më të vonë ma shumë e pësoj ndrejtësi, se shumë tjerë edhe një vllazim apo edhe i piku i ndeti, edhe vllazimi konë ushtari ushqekës, o konë faktikisht ushtari kusharës, që ka luftu për që drejtësi, për që liri, edhe pa ato me pat motiv me besu në drejtësi, edhe besoj në drejtësi, shqyqyr që edhe kena që shtet, edhe kena ku më drejtu. E cila ka qenë arsyeja, pse keni dashur me bë publike zonjë? Pse mu po mdoken si gjona që në shku shumë ka dole, ose nuk është që ashtu, në skuptohna shumë në qeshje ligjore, kështu, po thjesht mrena vete se ku më ndisi, më do të më folë për këtë rast. Po në seanca gjyqësore, si nikon asnjëherë? As nuk ka fillu. Ende s'ka fillu, shpresoj, si në tarë me mas shpejt edhe fillon. Se cili më ndonë që familje veto me e mira, po im ka një familje shnosh, këta pasat botën e vogël, mrena neve, një familje lumëtur, që ju këm përkushtu veç familje të mi vetohen, edhe qembet një ditë që shkafi para syve. Nuk po munde, nuk është e letë me përbalu. Sa e vështirë është tash jeta, tash e 3 vite për juve si? Është mjaft e vështirë, po unë veç kam qefin po të mitë mirë, edhe pak, i po pak ma qeshën se nuk janë. Sa do që mundohna ati, po nuk e zëvendësun, nuk mundesh me zëvendësuat person që nuk unë nuk mundi me zëvendësu babën korë. Sa do që unë mundohna me afruat në baba, nuk jënë dy qeshtit të ndome, nuk mund e zëvendëson, po do në Allahi i përbalojme dhe na, po dhimbja mbet. Ajo mësohesh me jetu me to, nuk është që ty na të kalon, po thjesht mësohesh, mund 2 ofshështi madh, që na nuk shkoj me vizite e kaj. Po, për ku shkoj, dhe më thonë, vllazim, ka drejtësi edhe për ty, shteti ka punu për ty, unë e besoj në drejtësi, edhe veç ata po pritit, gjithë shka që fillon me fillu, ndërshta na dhimbjen kena me pas, po jo atë, apo fillon tash, qka ka mendot tash, pse s'luti kur gjo dhe i tash, më kona ma qetë, më thonë si, dhe gjona po vinen vend vetin, se ne e dim, që ai nuk kthehet, se cilit e të ka mëritin e vetë, për të mira, për të keq, për dënim, ajo dënim, ama unë besoj që drejtësia do dele para, edhe ata e bojnë, a dënimin e meritum për se cilin, anin kofsha dhe unë e vetë.